Ajo se çka ndodhi me këtë marrëveshjen kaq konfidenciale dhe sekrete të Amerikës me Shqipërinë që të kalon në Parlamentin Shqiptar dhe u kaloi dje, ndërkohë që Agron Sheaj u futë dhe mori këtë marrëveshje kaq sekrete. Ç'është kaq veçantë? Ç'është kjo marrëveshje? Është sekrete me shtetin. Po, sipas atyre që pretendohet, shteti shqiptar i ka paguar 308 milion dollar shtetit amerikan si pjesë e angazhimit në NATO. Mirupafshim, miq, ju përshëndesim. Dalë reçunë. Shteti shqiptar ka një mal si thuash, me veprime kriminale në kuris për të cilët duhet t'japi llogari. Shteti shqiptar nuk vepron asnjëherë në varësi të ligjit dhe në varësi të normave dhe të kontratave, të traktateve tjera. Por në varësi të momentit, në varësi të interesave tjera. Sot ka një interes të jashtëzakonshëm, siç të thashun ty, që nga njëra anë Amerikanët, duke detyruar Edi Ramën që të marrin këto 308 milion euro, kërkojnë të shuajnë zërat që midis Amerikës dhe Shqipërisë ka një konflikt të rënd, që është puna e Zvërnecit dhe Sazanit, dhe nga ana tjetër, ata vazhdojnë që ta mbajnë Edi Ramën në fre. E kupton? E ti thonë, duam ne. I detyruar në japësh. Nga ana tjetër, shteti Amerikan është ai që i kanë rënë brekët në fund të këmbëve. Nuk ka si kokër leku, domethënë ka vetëm borxhe, një mal me borxhe. Vazhdon të allokoj fonde për luftën, fonde që nuk i ka. Domethënë, këto 308 milion dollar që i jepen Amerikës sot nga Shqipëria, mundet me shumë gjasa që pasohen nga shumë vende të tjera që paguajnë këto lloj vlerash, fshehtazi. Fshehtazi popullit të tyre. 3. Amerika dhe Izraeli së fundmi janë në një nga hallet më të mëdha, jo vetëm ekonomikisht, po edhe direkt ushtarakisht. Domethënë, Irani, Korea e Veriut, Rusia dhe Kina janë bashkë në një luftë të pa kufi, me fjalë, pa caqe, me perëndimin, dhe perëndimi është praktikisht i humbur. Dhe Donald Trump thotë që kjo është një luftë që ne nuk mund ta fitojmë. Troç fare. Me ka thënë troçë? Troç fare. Nga ana tjetër, izraelitët jo më larg se dje par dje kanë futur flotën komplet ajrore, domethënë një numër jashtëzakonisht të madh avionësh luftarak për të goditur Iranin dhe kanë mbetur pezull, sepse rusët dhe kinezët kanë futur një barierë elektronike të pashembull, që i bente ata, domethënë, në rrezik të goditjes menjëhershme nga ana e dronëve dhe e raketave iraniane. Tani çfarë duhet të them kryesore këtu, që ta kuptojnë njerëzit. Perëndimi duhet të mbledhin mendjen se është në pikën më të rrezikshme se kur, dhe jo vetëm perëndimi, po gjithë njerëzimi. Pse? Deri më tani, me gënjeshtra, me mashtrime apo me çat dushti, perëndimi ka ruajtur faqen e atij që është për vlerat njerëzore, për demokracinë, për përparimin e më the të thash, për luftë kundër atyre që janë antidemokrate, ku digjë. Tani, kjo humbje perëndimit nuk bën gjë tjetër se shton dozën e autokracisë jo vetëm në lindje, po edhe në perëndim. Kjo është një humbje shumë e madhe. Domethënë, për nga ana ime, këshilla është që perëndimi të tërhiqet me njerë dhe të mos shikojmë me luftën me lindjen, po të shikojmë me luftën për të rikapur vlerat e demokracisë që ka pasur vetë. Vlerat për sundimin e ligjit, për mbrojtjen e të drejtave të njerëzit, për transparencën mediatike e tjera pastërtisht, jo me hile, se s'ka me hile. Domethënë, çdo gjë që këta pretendojnë se mund ta fshehin, nesër pas nesër dhe në shesh. Ti je i sigurt gjitha këto që mund t'i ketë dhënë kjo media dje, kinezët, ata rusët e iranianët e tjera i kanë ditur prej kohësh. Sa për djeni, dje par dje, Donald Trump thoshte që në zgjedhjet e 2020-s, kinezët kishin vjedhur të dhenat personale të
220 milion amerikanëve. Dhe kjo përputhet 100% me deklaratën që bënte edhe shefi FBI-s para një 2-3 vjetësh ku thoshte na duhen fonde shtesë, thoshte, sepse një oficeri ynë i inteligjencës është i detyruar të përballet me 50 oficerë të inteligjencës kineze. E kuptoni? Domethënë, unë këshillin e kam që perëndimi të tërhiqet komplet në veten e vet dhe të përballojë më përpara këtë luftën tjetër. Luftën për demokraci të vërtet, për vlera njerëzore të vërteta, për sundimin e ligjit të vërtet, për transparencë të vërtet.